أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. 17 shkurti është do të mbetet një datë e veçantë për të gjithë shqiptarët kudo që janë dhe për të gjithë ata që jetojnë në Kosovë. Në këtë datë kujtojmë kontributin dhe sakrificën e madhe të gjeneratave para nesh që ne sot të frymojmë të lirë. Shkolla jonë, ashtu si të gjithë institucionet e këtij vendi, shënon këtë datë me programe edukative e argëtuese që lejon natyra e saj. Por sot të nderuar të pranishëm, në përvjetorin e 10 të pavarësisë së Kosovës e bën akoma më të veçantë për ne prania e miftiut të Republikës së Kosovës në mesin tonë. Me që rast ftoj drejtorin e medresesë Alaudin në Prishtinë, Jakub Efendi Çunokun për një fjalë rasti dhe shprehje mirëseardhje për miftiun dhe mysafirët tonë të nderuar. Ordinat drejtor i nderuar. Milioni që të gjithëve të urojmë mirëseardhje në këtë ditë kremte që ka shkolla dhe kombi ynë me rastin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Vatani ardheu nuk është vetëm një tokë në të cilën jetojmë. Mirëpo është një qendje që jeton në shpirtin tonë. Dita e pavarësisë nuk është një ditë e rëndëmtë sikur ditët e tjera. Është një ditë historike të cilën e kanë shënuar, e kanë bërë historike njerëzit e mëdhenj dhe jo ata të rëndëmt. Andaj, dita 17 shkurtit të vitit 2008 është një ditë, një datë e cila secilin prej neve
na shtyn të shtrëngojmë emocionet tona duke kujtuar të kaluarën tonë të hidhur. Por duke pritur këto momente, duke shfryzuar të ardhmen tonë dhe duke qenë të mbindur që ardhmja jonë do të jetë e ndritur. Andaj, sot Medreseja Mes Malaudin, një shkollë e cila për shumë vite radhaze me shumë dekada ka qenë një promotor i lëvizjeve të ndryshme jo vetëm arsimore fetare, por edhe atyre kombëtare. Ky amfiteatër nuk është rastësisht i zgjedhur që të kemi mik musafir tonin Yftijun Tërnava, i cili do të bashkëbisedojmë me nxënësit tonë që ky amfiteatër në kohrat më të liga dhe më të vështira ka luajtur rolin e parlamentit, të institucioneve të shtetit, të teatrit dhe shumë mekanizma të tjerë. Andaj, unë do doja të shfrytëzoj nga rasti që secilit prej jush të nderuar nxënës dhe musafir t'ju uroj këtë datë, shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, duke lutur Zotin fuqi plot që Allahu ta beqatoj vendin ton, Kosovën ton, duke lutur Allahun xhaleshanu që e ardhmja të jetë edhe më e ndritur për ju gjeneratat e reja. Ju falemnderit edhe njerëz zotrin Mufti Efendi me bashkëpunëtor dhe kjo është një nder dhe privilegj për të gjithë neve. Qofshi gjithmonë të bekuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do doja që në këtë rast taftoj drejtorin për kulturë të Kryesisë Bashkisë Islame Ramadan Efendi Shkodrën që të bëj përshkrimin paraqitjen e biografisë së shkurtë të Muftiut Mehmet Efendi Tërnavës. Lejoni që fillimisht të përshëndes dhe një herë t'ju uroj e përgëzoj me rastin e përvjetorit 10 të pavarësisë së vendit tonë. Jemi sot këtu që zbashur të shënojmë këtë ngjarje ndër më të rëndësishme për popullin shqiptar në përgjithësi e për popullin e Kosovës në veçantë. Shënimi përvjetorëve të pavarësisë së vendit është një rast i posaçëm dhe vlerë e paçmuar, nga se në përvjetor të tillë nderojmë, kujtojmë, respektojmë të gjitha ato angazhime, sakrifica dhe luftra që kanë bërë brezat e tërë gjatë historisë, që ne sot të kremtojmë, jetojmë, të punojmë e të festojmë në liri, në sovranitet e të pavarur në vendin tonë. Të respektuar nxënës, Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, aktivitetet e veta për shënimin e përvjetorit 10 të pavarësisë së vendit ka zgjedhur që pikërisht i hap në medrese. Dhe këtë jo rastësisht, sepse ishte medreseja ajo që gjatë periudhës së ri okupimit të vendit tonë nga Serbia, që bërë qendra e rezistencës gjithëpopullore të këtij vendi. Këtu me ne, këtë përvjetor të rëndësishëm, për vendin është edhe Muftiu i Kosovës Mehmet Efendi Tërnava, i cili gjatë viteve 90 të shekullit të shkuar ishte pjesë e medresesë, fillimisht si pedagog e më vonë si drejtues i saj, nga ku edhe u angazhuan për krahjen e lëvizjes gjithëpopullore për lirinë e vendit. Kontributi i Bashkisë Islame, i institucioneve të saj, përfshi këtu edhe medresën dhe i Muftiut për lirinë e vendit është i njohur për të gjithë. Dhe jo vetëm kaq. Muftiu Mehmet Efendi Tërnava me gjitha strukturat e Bashkisë Islame të Kosovës është angazhuar dhe ka dhënë një kontribut të madh edhe në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar për të përkrahur e mbështetur Kosovën e lirë në rrugën e saj drejt pavarësisë. Pastaj është angazhuar fuqishëm në procesin e shndërtimit të vendit, si dhe në procesin e njohjes së pavarësisë nga shtetet e ndryshme dhe në antarësimin dhe integrimin e vendit tonë në organizma ndërkombëtar. Të nderuar nxënës medresesë, këtu shkurtimisht në mënyrë të përmbledhur përmenda disa nga aktivitetet dhe angazhimet e Muftiut me qëllim të orientimit tuaj për bashkëbisedimin e sotëm në vigjilje të 10 vjetorit të pavarësisë së vendit. Muftiu është këtu, unë nuk do të zgjas më tepër, ju uroj për vjetorin, pritshi shumë për vjetor të tij. Ju falenderoj. Faleminderit parafalësve drejtorit të shkollës tonë Jakob Efendi Shënokut dhe
Ramadan Shkodrës për biografinë shkurtëse që paraqiti para nesh për Muftin Tërnova. Të nderuar kolegë, të dashur nxënës, vërtet është nder, por edhe privilegj që në mesin tonë në këtë datë që po shënojmë së bashku të jetë Muftiu i Republikës së Kosovës Naib Mehmeti Tërnova. Dhe ne pa humbur kohë do t'ja japim fjalën Muftiut që t'ju drejtohet juve dhe neve me fjalën e tij. Ju falenderit për ftesën që ma keni bërë sot që t'jem mesin tuaj. Por sikur dikush të më propozonte dhe të më thoshte, a thua cilin vend kishe me zgjedh për këtë 10 vjetor që t'i urosh kombit ton, popullit ton, Kosovës ton, dheut ton, 10 vjetorin e pavarësisë, sigurisht që pa u menduar fare kisha me thënë se nuk ka vend më të mirë, më të bukur se ky vend. Se ky vend i shejt, se ky amfiteatër i cili dha gjithçka nga vetja që ne sot të frymojmë më lirshëm, të jemi të lirë dhe të festojmë edhe 10 vjetorin e pavarësisë së vendit. Ndaj falenderoj të gjithë ata të cilët dhanë kontributin e vet në punësit e kësaj medreseje, udhëheqësit e kësaj medreseje, të gjithë ata të cilët ditën dhe patën qartë vizionin e tyre për ardhmërinë e vendit. Ndaj, mrejoni të gjithë që në emrin tuajin, veçanti në emër të nxënësve tonë, që t'uroj të gjithë vëllezërve, motrave tanë, kudo që ata gjenden anë e kënd globit, 10 vjetorin e pavarësisë atë dheut tonë, 10 vjetorin e pavarësisë e Kosovës tonë, duke lutur Zotin Xhaleshanuhu që mëshira e tij të jetë mbi të gjithë ata shehit dëshmor, të cilët e shkruan historinë tonë me gjakun e tyre të njomë, që ne sot jemi të lirë dhe të kemi mundësi të ecim para, dhe të bashkangjitemi edhe të integrohemi në familjen e madhe evropiane. Dash Zotit na ndihmoj ta realizojmë të gjitha dëshirat dhe aspiratat tona si këmbë në tërësi, por dhe ne si shtetëri, si Kosova jonë, dheu jonë, shtëpia jonë, që nuk kemi tjetër, e kemi këtë, e falenderojmë Zotin që na ka falë këtë në qiell dhe në këtë tokë kaq të bukur e kaq të mirë. Ndaj, me këtë rast, do t'ju drejtohem me një fjalë, lidhje me këtë 10 vjetor të pavarësisë. Kam kënaqësinë që gjendem sot para jush dhe atë për 2 arsye madhore. E para sepse jemi bashkë për të shënuar 10 vjetorin e pavarësisë së vendit tonë dhe jo vetëm për të shënuar, por edhe për të bashkë biseduar për këtë përvjetor të madh dhe kaq të rëndësishëm. Dhe e dyta, jo rastësisht kemi zgjedhur medresen, sepse medreseja ka dhënë kontributin e saj në vazhdimsi për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Të nderuar nxënës dhe ju talebët të ilmit e diturisë, lejoni t'ju them edhe një fakt se derisa po qëndroj këtu para jush, përveç se po ndihem krenar dhe zemra po më bëhet mal, kur po ju shikoj, po ndjej edhe një mall dhe një nostalgji, dhe po më kujtohen ditët e kaluara si nizimdhënës, e më pastaj edhe si drejtuesi i medresesë. Ju falenderoj sinqerisht nga zemra që më dhuruat këto emocione kaq të veçanta në këtë ditë kaq të veçantë. Nxënës të dashur, na ndajnë vetëm edhe 2 ditë kur ngushet një dekadë nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Pra, këtu e 10 vjet më parë, në 17 shkurt të vitit 2008, përfaqësues të zgjedhur popullit shpallën Kosovën vend pavarur demokratik. Pavarësia dhe shtetësia për Kosovën, sikur se e dim, ishte një proces shumë i gjatë dhe i vonuar, por që më në fund fatmirësisht u realizua dhe u përmbush dhe kështu u në vend një e drejt e mohuar pothuajse shekullore. Sikur se e dim nga historia jonë, populli ynë që herët është angazhuar për liri dhe pavarësi, dhe në këtë rrugtim shumë breze e gjenerate janë përballur me sakrifica, beteja, kryengritje, luftra të shumta, vetëm e vetëm për të qenë të lirë e sovran në vendin e tyre.
Historia jonë po ashtu na mëson se populli ynë asnjëherë nuk që e pajtuar që të mbetej e rob dhe i sunduar në vendin e vet. Ne si popull njihemi për partneritet e miqësi të mirë me të tjerët. Njihemi po ashtu edhe për nderin, respektin, bujarin, fisnikrin, mirëkuptimin, tolerancën e bashkëjetesën me të tjerët. Por asnjëherë nuk jemi pajtuar me nënshtrimin, përbuzjen, përdhosjen e nënçmimin nga të tjerët. Kushdo qofshin ata, pavarësisht rrethanave në të cilat jemi gjendur dhe me të cilat na ka përballur historia dhe pavarësisht çmimit që kemi paguar. Angazhimi i popullit shqiptar për ri i ka rrënjët e hershme. Pati shumë angazhime konkrete, lëvizje, kryengritje për lirinë e vendit, disa prej të cilave zgjatën më shumë se disa më pak. Disa të tjera dhanë më shumë rezultate, disa u shuan shpejt. Por që të gjitha kishin një synim dhe i dhanë motiv, e mbajtën gjallë dhe kultivuan idenë për të qenë të lirë dhe të pavarur në vendin tonë. Ku do veçojmë periudhën e ndritur të rindazve, lidhen e Prizrenit, lidhen e Pezë dhe shumë përpjekje kryengritje të tjera për të cilat u kurorzuan nëse jo në tërësi. Në vitin 1912 me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe me 2008 me pavarësinë e Kosovës. Kur jemi te shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, duhet të themi se paria shqiptare në vitin 1912 kishte një projekt që të krijonte një shtet ku do të përfshiheshin të gjitha trojet shqiptare. Por ky projekt nuk arriti të realizohej, nga se jashtë shtetit të sapo formuar shqiptar ngelen thuajse gjysmë e trojeve tona dhe gjysmë e popullatës sonë, përfshirë këtu edhe Kosovën, të cilat u aneksuan nga vendet fqinje. Pra me tërheqjen e perandorisë osmane, një pjesë e konsiderueshme e trojeve tona u aneksuan nga fqinjet tanë, ndërsa popullata e këtyre pjesëve ju nënshtrua dhunës, dëbimeve, vrasjeve, masakrave nga më të ndryshmet, por të cilat nuk dhanë rezultatet e pritura sepse populli ynë për asnjë moment nuk u pajtua me gjendjen në të cilën u gjend pa dëshirën dhe vullnetin e tij. Kështu që në vazhdimsi nuk u kursye asgjë për lirinë e vendit. Për këtë kauzë, për këtë të drejtë, pra për të mbrojtur vendin ku i kishte falë Zoti, u angazhuan breza të tërë patriotësh ardhëtarësh, fushësh e profilësh të ndryshme, përfshirë këtu edhe shumë ulema personalitetet tona fetare. Kështu për një shekull të tërë, populli i Kosovës po edhe populli shqiptar, përreth Kosovës, pavarësisht të gjithave, nuk hoqi dorë nga identiteti i tij kombëtar, fetar e kulturor, nuk hoqi dorë nga projekti për jetësimin e sovranitetit mbi trojet e veta dhe nuk njohu kurrë okupatorin për qeverisjes së vendit tonë, por u angazhuan për me të gjitha mjetet e mundësitë për të realizuar të drejtën, për të jetuar të lirë, së bashku me të gjithë popujt e tjerë të lirë e të qytetëruar. Dhe më në fund u realizua ajo që e thot Allahu Gjeleshanu në Kur'an se pas vështërësisë vjen lehtësimi, vjen fitoria, vjen ngallënimi, fa inna mal usri yusra. Të dashur nxënës, pa dashur që të lëshohem në të dhëna të ngjarje historike, sepse ato tashmë ju i keni mësuar dhe i dini. Më lejoni të theksoj se angazhimi për lirinë e vendit, përveç detyrim kombëtar, është edhe urdhër fetar. Allahu Gjeleshanu nuk ka urdhëruar që të mbrojmë, të duam, të zhvillojmë dhe të ndërtojmë. Allahu Gjeleshanu na ka urdhëruar që të mbrojmë, të duam, të zhvillojmë dhe të ndërtojmë vendin tonë. Kurse pejgamberi alayhis salam është shembull më praktik se si duhet ta duam vendin tonë dhe si duhet të kujdesemi për te. Pejgamberi alayhis salam po ashtu na ka mësuar e dëshmuar se si duhet të ndërtohet shoqëria dhe shteti. Kujtojmë me këtë rast themelimin dhe ndërtimin e shoqërisë në qytetin apo shtetin e Medinës, me rregullat, kushtet, ligjet dhe të drejtat e shkruara nga vetë pejgamberi alayhis salam apo në kushtetutën e Medinës. Këtë rrugë dhe praktik e ndoqën edhe ulemat tanë të shquar. Këtë rrugë e ndoqën edhe prisit tanë të shquar. Këtë rrugë e ndoqën edhe nxënësit, studentët e talebët tonë të shmuar, ndër vite e dekada, të cilës bashku me strukturat e tjera të shoqërisë sonë kontribuan fuqishëm për lirinë dhe pavarësinë e vendit
në ndërtimin e shtetit dhe konsolidimin e tij. Të përmendim këtu vetëm disa prej tyre, apo atyre ulemave tanë të shquar që kontribuan në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe jetësimin e saj në praktikë, të prirë nga Haxhi Vehbi Dibra me shokët si Hafiz Ali Koça, Hafiz Ibrahim Dalliu, Farid Vokopoja e tjerë. Pastaj angazhimin e ulemave për shërimin e viseve shqiptare që ngelen jashtë Shqipërisë të vitit 1912, si Hoxh Kadri Prishtinën, Asim Efendi Luzha, Mulla Idris Xhilani, Mudarris Hakis Rmajaj, Mulla Ilas Brojen e shumë të tjerë. Dhe sikurse është dëshmueshme tashmë, pjesë e rëndësishme e lëvizjes gjithpopullore për lirinë e Kosovës gjatë viteve 90 të shekullit të shkuar ka qenë edhe Bashkia Islame e Kosovës, me të gjitha institucionet e saj, me tërë infrastrukturën e saj, me të gjithë kuadrin e saj, përfshirë këtu edhe nxënësit dhe studentët, të cilët i gjejmë në çdo nismë e aktivitet që kishte të bënte me lirinë e vendit, madje një numër prej tyre edhe dhanë jetën dhe ranë dëshmor shahid në luftën për lirinë e vendit brenda ushtrisë sonë të lavdishme shërimtare UÇK-n. Nxënësët të medresesë, për këtë liri të çmuar të vendit tonë, të mos harrojmë asnjëherë se një kontribut të pamohueshëm e ka dhënë edhe ky vend i bekuar, ku ju sot jeni të ulur, ky amfiteatër është fjala. Ky institucion ku ju sot mësoni dhe jetoni të pjesë të jetës tuaj, pra medreseja Mesme Alaudin, e cila pjesën e fundit të rrugtimit tonë për liri, për një dekatë të tërë, ditë e natë ishte në shërbim të Zotit e të popullit, të dheut e fesë, të shkollës shqipe, të kulturës, artit dhe dijes shqiptare. Pra ishte në dispozicion të gjitha institucioneve të këtij populli, të këtij vendi. Natyrisht ishte në dispozicion të ushtarëve të parë të lirisë. Prandaj them me plot bindje se medreseja me kontributin që ka dhënë për lirinë e vendit, e ka larë borxhin ndaj atyre ulemave që e themeluan dhe ndaj popullit dhe besimtarëve që e mbajtën në ditët e kohët më të vështira. Kjo na bën të ndihemi të lumtur e ballhapur, të gjithë neve që ishim pjesë e saj gjatë atyre viteve e kohëve shumë të vështira, kurse ju, pa asnjë dyshim, duhet të ndiheni krenar për punën, aktivitetin dhe rolin e shkollës dhe pedagogëve tuaj. Brezi si ky, i yni, jemi me fat që Zoti na mundsoi që të përjetojmë lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Jemi me fat sepse shumë breza para nesh kanë shkuar në ahiret me mallin për lirinë e vatanit. Kurse ju, që jeni gjenerata të Kosovës së pavarur, ju e keni një mision më të vështirë, se brezi që e bëri realitet lirinë e vendit, se të ju duhet ta ruani, duhet ta doni, ta zhvilloni dhe ta ndërtoni vendin tuaj. Dhe këtë më së miri e bëni duke mësuar, studiuar, duke arsimuar, edukuar, duke ecur përpara, gjithnjë duke qenë falënderues e mirënjohës për ata që ishin para nesh, për familjen tonë, për prindërit tonë dhe me besim vetëm në Zotin Xhaleshanuhu. S'ka dyshim se 10 vjet shtet nuk janë shumë, prandaj dhe sfidat janë të shumta, kurse neve na presin punë të mëdha. Megjithatë, një është e vërtetë, e ardhmja dhe perspektiva e vendit tonë është e sigurt. Është obligim, prandaj që shtetin tonë ta bëjmë vend me perspektivë, vend të zhvilluar, të sigurt për të gjithë dhe vend ku jetohet me dinjitet, në paqe e harmoni, me shoqëri të lirë, të edukuar e të shëndosh. Në fund, duke shënuar këtë përvjetor të rëndësishëm, kujtojmë me mirënjohje dhe respekt e pietet të gjithë ata që kontribuan për këtë ditë të madhe për vendin tonë. E para se gjitha është dëshmorët shahidët që dhanë jetën për lirinë. Në veçanti edhe 37 shahidët të dalun nga bankat e medresesë Mesme Alaudin këtu në Prishtinë. Po ashtu shprehim falënderimet tona për miqtë tanë që na ndihmuan së pari për lirinë e vendit,
e pastaj edhe për ndërtimin e shtetit, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, Turqia dhe të gjitha vendet e botës së lirë e demokratike. Duke ditur si askush tjetër se sa e rëndësishme dhe me vlerë është paqja dhe të qenit i lirë. E lutim Zotin Xheleshanu që të gjithë popujt ta fitojnë atë dhe gjithë bota të jetojë në paqe e harmoni. Zoti ju dha shëndet, paqe, mbarësi, e pritshi edhe shumë përvjetor të shtetësisë së vendit tonë, Kosovës sonë së dashur. Zoti e ruajt Kosovën dhe popullin e saj nga të gjitha belat dhe të këqijat e kësaj jete. Faleminderit. Gjithherë takimet tona i zbukuroni po ju, nxënësit tonë, dhe kësaj here prap ju ftojmë me një paraqitje të korit të nxënësve para përmbylljes të këtij programi. Muaj shkurt ka qenë muaj për e qeqë për shkollën të. Ndërë të tjera, kemë pos fatin se 2 nga nxënësit tonë që janë maturan ta përfundojnë hifzin e Kur'anit mund të muaj. Në qëras dëshirojmë të ndërojmë këta 2 nxënës me nga 1 milion që japni ju dhe drejtori shkollës, eventualisht edhe nga i dhurat modeste.
modeste, po ndërgjë që nuk ka shumë që pakun me modestimin e Kuranit, por ka një të cili i kurajon të vitet dhe treja tonë që të merren me Kur'an. Andaj, aty të që kemi paranesh, për shembull, mësimet e mira dhe angazhimin në mësime, dhe krahas angazhimit në mësime kanë në produktet e Kuranit, kemi një rol përveç milionit edhe disa të vogla që kanë një vend nga kazat e. Atëherë, unë për hir të asaj që këta kam mësu Kur'anin për mendsh, ka vërset sa me kanë nga 500 euro çdo njëri.